Konferenca e radhës e Global Women Club drejtuar nga Mirela Sula, psikologe e cila erdhi nga një fshat i veriut të Shqipërisë në zemrat e metropoleve të gjithë botës, na pret tani për të intervistuar themeluesen e kësaj lëvizje për vajzat dhe gratë vizionare të suksesshme në të gjithë botën. Ka rëndësi ku je tani? Ka rëndësi ku do të shkosh dhe si do të shkosh aty? Mirela Sula nuk është më vajza e lënduar e një fshati të thellë të veriut. Nuk është as gruaja që erdhi nga Puka në Tiranë, vetëm me ëndrrën për të bërë kryeredaktore e revistës Psikologji. Sot ajo ka shumë valixhe, të mbushura me dije dhe përvojë. Çdo grua që ka një thirrje të brendshme dhe ndjen që në fakt është momenti të shikojë gjërat në një këndvështrim tjetër. Ke thënë diçka shumë të bukur që mu desh të vrisja lopën e Pukës dhe versionin e vjetër të vetes time që të rishpikja veten time, të rishpikja jetën dhe të gjejja versionin më të mirë të jetës dhe vetes time. Është shumë e rëndësishme që ne ta lëm veten të humbi, se vetëm kur e humbim veten, vetëm atëherë e kuptojmë se e kemi rigjetur. Ajo e tejkaloi veten, pengesat, paragjykimet e divorcit, dhimbjen e dhunës në familje, humbjen e një fëmie. Dhe se harroj kur kam kaluar 2 muaj të jetës time në Tiranë duke i lar rrugët e Tiranës. E kam mbulojsën e saj me veten në çantë çdo ditë. Mirela nuk është më sot thjesht shqiptarja që u nis drejt Londrës pa para në xhep, pa shtëpi, pa punë, pa stre, me djalin e vogël për dore, me 1000 pikë pyetje dhe të panjohura. Unë kam bërritur në Londër, mbas orës 12 të natës, me një çantë krahu dhe me djalin që qante, mam, dëgjoj se ku do shkojmë. Kur jeta e theu, ajo u rindërtua. Rigjeti dashurinë pikërisht atëherë kur i duhej më tepër. E thurën, universi e ka sjell çdo gjë në një mënyrë të tillë që Xhani tani është izoluar aty ku është dhe vetëm person që komunikon jam unë. Në këtë episod të Meet the Founder, Mirela Sula vjen si një feniks. Mbi hirin e jetës rindërtoi veten dhe pastaj fluturon larg dhe lart, pa kthyer kokën pas. Like it knows my name. Let's go. Kemi u thuar që në orën 4 të mëngjesit me ekipin e Meet the Founder dhe kemi ardhur këtu në një nga stacionet më të bukura europiane në Bruksel. Jam në qendrën fantastike të qytetit, edhe këtu më ka ftuar dëshira për të marrë intervistë një grua shumë frymëzuese e cila quhet Mirela Sula dhe është themeluese e Global Women Summit. Ajo mbledh me mira gratë të suksesshme nga e gjithë bota në konferencat e saj, edhe me eksperiencën, me përvojën, me dijen që ka si në biznes ashtu edhe në jetë, i frymëzon ato duke krijuar një network i cili ndikon dhe ka impakt në jetën e gjithë secilës. Konferenca e radhës e Global Women Club drejtuar nga Mirela Sula, psikologe e cila erdhi nga një fshat i veriut të Shqipërisë në zemrat e metropoleve të gjithë botës, na pret tani për të intervistuar themeluesen e kësaj lëvizje për vajzat dhe gratë vizionare të suksesshme në të gjithë botën. Do telefonoj tani motrën e Mirelës, Lindën, e cila është krau i saj djathtë në shumë projekte, edhe ta pyes në ç'pikë jemi me konferencën, se unë tani duhet ta marr ta rëmbej, sepse ajo për 3 orë niset nga Brukseli drejt Londrës dhe vazhdon fluturimet në Dallas. Linda e dashur, jam duke ardhur aty tek juve. Jeni lodhur sot si shkoi dita? Mirë. Dashur, jemi lodhur shumë, me të drejtën, por shkoi shumë mirë. Kemi pasur një audiencë jashtëzakonshme sot. Për 7 minuta keni aty. Ciao, shihemi. Hello, how are you? Bonjour. Thank you very much. Et ton doux visage m'accompagne qui prend lit. J'ai toujours Sot kemi zgjedhur Mirela Sulën si personazh të episodit Meet the Founder. Në fakt ajo ka ndërtuar jetën dhe profesionin e saj të psikologës, gazetares, por edhe të speakeres motivuese në Londër, në këtë qytet kozmopolit dhe metropolitan që e lidh pastaj me të gjithë botën. Ndërkohë unë do doja që edhe pse intervistën e kemi realizuar këtu në Bruksel, ku ishte konferenca më afërt në datat kalendarike që ajo kishte të disponueshme, t'i them të gjithë shqiptarëve të Belgjikës, Zvicrës, Anglisë, Italisë, Gjermanisë, Skandinavisë dhe çdo vendi tjetër në botë, kudo që mendoni që ka një founder, një krijues të një brendi, një ideje, një kompanie suksesi, ma referoni dhe unë bashkë me ekipin e Meet the Founder
do të nisemi drejt jush për të realizuar një dokumentar frymëzues që mund t'i shërbejë shumë të tjerëve që kanë ëndrrën tuaj, por që nuk e kanë as pak të lehtë, siç ju nuk e keni patur në fillimet tuaja. Pres çdo sugjerim, na shkruani në Insta Message ose në email historinë dhe emrin e personazhit që mendoni që meriton të jetë tek Meet the Founder dhe unë bashkë me stafin tim editorial do të vlerësojmë se si mund ta bëjmë të mundur që ai të jetë pjesë e serive tona. S'ka rëndësi ku je tani. Ka rëndësi ku do të shkosh dhe si do të shkosh aty. Mirela Sula nuk është më vajza e lënduar e një fshati të thellë të Veriut. Nuk është as gruaja që erdhi nga Puka në Tiranë, vetëm me ëndrrën për të bërë kryeredaktore e revistës Psikologji. Sot ajo ka shumë valixhe, të mbushura me dije dhe përvojë, të cilat i shërbejnë të tjerëve që kanë nevojë të jenë të ndihmuar. Mirela nuk është më sot thjesht shqiptarja që u nis drejt Londrës pa para në xhep, pa shtëpi, pa punë, pa stre, me djalin e vogël për dore, me 1000 pikë pyetje dhe të panjohura. Mirela Sula është historia e një gruaje që refuzoi të mbetej aty ku e vendosën rrethanat e jetës dhe fatit. Ajo e tejkaloi veten, pengesat, paragjykimet e divorcit, dhimbjen e dhunës në familje, humbjen e një fëmie. Dhe prap, e gjeti rrugdalje në fund të tunelit, jo si mbijetuese, por si qytetare e botës me një vizion ndërkombëtar. Kur jeta e theu, ajo u rindërtua, rigjeti dashurinë pikërisht atëherë kur i duhej më tepër. Themeluesja e Global Woman Club në timonin e një lëvizje ndërkombëtare për të motivuar, forcuar, frymëzuar vajza e gra në mbar botën, një nën, një sipërmarrëse, një partnere devotshme, një life and love coach e spikatur që nga Londra ftohet në konferencat e të gjithë botës, autore e disa librave dhe publikimeve, themeluese e Global Woman Club dhe revistës Global Woman. Në këtë episod të Meet the Founder, Mirela Sula vjen si një feniks, mbi hirin e jetës, rindërtoi veten dhe pastaj fluturon larg dhe lart, pa kthyer kokën pas. Together Magazine, revista e drejtuar nga David McGowan, sot ka organizuar një breakfast in Brussels me Global Woman Club drejtuar nga Mirela Sula, shqiptarja jonë e suksesshme, e cila gjithashtu ka një krah të djathtë që është sekreti i shumë sukseseve që ndodhin prapa skenës, behind the scenes. Ajo quhet Linda Prendi, për ata që nuk e njohin, është kryeredaktori i revistës Global Woman, edhe unë dua prej teje disa sekrete sot për motrën tënde të jashtëzakonshme. Edhe çfarë ju solli një herë në Bruksel, pastaj do të thuash disa gjëra nga jeta e saj personale që njerëzit kanë dëshirë të dëgjojnë. Çfarë ju solli sot në Bruksel? Sot kemi zhvilluar Global Woman Breakfast Bruxelles, që ne në fakt i zhvillojmë gjithkund nëpër botë. Ishte një event shumë i bukur në fakt, që ende s'ka mbaruar dhe i me motor po telefonon ku je, pa ajo nuk e di që ti je këtu. Kështu që do shkojmë të bashkohemi tek ta shohim pak atmosferën atje live. Absolutely amazing. Women need to be here if you're trying to get to the next level in your career, if you're trying to get into the next level with a community of women that can help you grow your business, your connections. This is the place to be. So I heard about the event through Instagram, and also some of my friends recommended this to me because... You like the experience? Yes, I do, because I'm newly as entrepreneur. And I believe being here, it has kind of bring a lot of insight and also hearing amazing story from other women. Çfarë të mbeti në mendje nga takimi që bëhet sot në Bruksel? Ishte një fuqi shumë e madhe e bashkimit të femrave, edhe gjitha informacionet ishin për me ndërtu vedijen tonë edhe me ecë sa ma përpara. Do kemi një bisedë të shkurtër tani, po të thellë, që të ndihmojmë vajzat dhe gratë që duan tek ty të gjejnë një shpresë dhe të gjejnë atë që quhet qëllimi i jetës, që ti e ke gjetur në fakt. E humbe veten tënde dhe pastaj rigjete dhe tek tet toku yt i fundit ke thënë diçka shumë të bukur, që mu desh të vrisja lopën e Pukës dhe versionin e vjetër të vetes time, që të rishpikja veten time, të rishpikja jetën dhe të gjeja versionin më të mirë të jetës dhe vetes time. Në fakt si mund ta bëj të tjerët këtë? Është shumë e rëndësishme që ne ta lëm veten të humbi, se vetëm kur e humbim veten, vetëm atëherë e kuptojmë se e kemi rigjetur. Çdo grua që ka një, ndryshe i themi në calling, që ka një thirrje të brendshme dhe ndjen që në fakt është momenti të shikoj gjërat në një këndvështrim tjetër, është një momenti që ti shohë gjëra që s'ka qenë e aftë të shohim më përpara. Dhe zakonisht unë them, fakti që ti nuk e shef nuk do të thotë që nuk është aty. Çdo gjë është available, çdo gjë është prezente për të gjithë ne. Po pse disa e kanë aftësinë për t'i parë,
Pse disa e kanë aftësinë për të aktivizuar dhe disa të tjerë jo. Tani çdo gjë që ne duam të arrijmë duhet të ketë action. Dhe action means është një thirrje që ti duhet t'i përgjigjesh për të dalë nga zona jote e rahatisë. Më duket se na erdhi taksia, kështu që do të lëvizim që këtu dhe të vazhdojmë pjesën tjetër të intervistës në një mjedis tjetër se Brukseli i ofron shumë dhe ka vende tjera të bukura. Atëherë duhet të shkojmë. Mirela Sula thot vazhdimisht në speechet e saj, në fjalimet e saj, por dhe në librat që ka mundur të shfletojë në mënyrë diagonale, që nuk mundet asnjëherë të shërohemi dhe të kërkojmë të shërohemi tek vendi që na ka smurur, apo tek personi që na ka smurur. Çfarë do të thotë kjo, do të na shpjegojë vetëm Mirela, e cila është një master i vërtet kur bëhet fjalë për shërimin nga traumat, për shërimin nga pasiguritë, për zhbllokimin atyre çakrave energjetike krijuese që janë shumë të rëndësishme që njeriu t'i ketë të pastra, janë kanale energjetike të cilat na ndihmojnë që të gjejmë veten tonë, të gjejmë qëllimin tonë. Një grua me një profil shumë dimensional, e cila do të vazhdojë të na emocionojë në këtë rrëfim për Meet the Founder. Tani do ndalojmë vrapin. Kemi ardhur në një park edhe mbas gjithë jetës tënde frenetike do marrësh pak minuta oksigjen. Edhe do bëjmë një bisedë të bukur për të frymëzuar të tjerët. Ke thënë në TikTokun e fundit që pash që njerëzit duhet ndonjëherë të ndalojmë vrapin, sepse motivi i jetës nuk është vetëm të vrapojmë. Në fakt, edhe ti vrapon shumë, edhe unë vrapoj shumë. Cilat janë momentet që ty të bëjnë të ndalosh dhe për çfarë ndalon ti? Gjithë qëllimi në fakt është të dish përse je duke vrapuar. Në momentin që ti ke një vizion dhe e di se ku je duke shkuar, se problemi është kur ti je duke vrapuar dhe nuk di ku po shkon. Ama në momentin që ti e ke marrë atë thirrjen e brendshme dhe e di ja ku jam dhe ky është destinacioni, vrapi nuk është më që problem. Herët ose vonë të gjithë gjendemi në një moment të errët, po çështja është se si dalim në fund të tunelit dhe gjejmë dritën, rrugdaljen pra. Cili ka qenë momenti më i errët? Kur e ke prekur ti fundin edhe ke thënë, shiko, unë tani do ndes dritat e mia jeshile dhe do të gjej një rrugë zgjidhje për jetën time, për veten time. Të gjithë në një moment të udhimit ton e gjejmë veten në një pikë thirrjeje ku nuk mban më. Ndryshe i themi mjaft është mjaft. Dhe aty është momenti kur ti duhet të marrësh një vendim. Dhe unë gjithmonë e them, nuk ka sukses brenda natës, por ka diçka që mund të ndodhë brenda natës. Dhe ai quhet vendim. Në momentin që ti e merr një vendim, që ti je përgjegjës për jetën tënde, dhe në vend që të fajsosh të tjerët, në vend që të bësh viktimën, që në fakt e vërteta është që shumë herë dëgjoj histori që nuk është faji im, është faji familjes, është faji njerëzve që të kanë rrethuar, është faji rrethanave në të cilat ti je ndodhur, dhe sigurisht që ka shumë të vërteta në këto. Por nëse ti vazhdon të jesh në zonën e viktimës, duke fajsuar të tjerët dhe duke nxjerrë justifikime, pyetja është, a të ndihmon ty kjo gjë? Dhe përgjigjja është në fakt jo. Prandaj, kushdo që ta ketë pas fajin, është momenti që ti të marrësh një vendim e para ti falësh të gjithë njerëzit që të kanë vënë ty në atë situatë, bllokimi, që ti të mos jesh në gjendje të jesh në zonën tënde të lirisë, dhe e dyta ta falësh veten, sepse problemi më i madh nuk qëndron tek falja e të tjerëve, është tek falja e vetes. Për çfarë ka falur Mirela Sula vetë dhe kë ke falur ti që të ka shkaktuar një traumë nga e cila ke pasur nevojë që të shpëtosh? Absolutisht, të gjithë ne kemi njerëz të cilët duhet t'i vëmë në një listë dhe të kuptojnë që ka ardhur momenti që t'i lëmë të ikim. Në mënyrë që ne t'i lëmë ta njerëz të ikim, duhet t'i falim. Dhe sigurisht që kam plot njerëz të cilët unë duhet t'i vija në një rreth dhe si fillim t'i thoja faleminderit që më keni lënë gjallë, sepse kur kuptova që në fakt detyra e prindit është thjesht të bëj çfarë është e mundur që ti të jesh gjallë derisa të jesh në moshën 18 vjeç. Për një kohë të gjatë isha në burgun e fajsimit, pse prindrit e mi kështu, pse njerku kështu, pse familja kështu, pse burri kështu. Dhe kjo është çfarë ne duhet të kuptojmë dhe të jemi mirënjohës që këta njerëz, pavarësisht që na kanë dhënë një sfidë të jashtëzakonshme për të përballuar në jetë, ajo është dhuratë.
sepse na kanë lënë gjallë dhe çfarë nuk të vret të bën më të fortë. Kë ke falur ti? Njerëkun tim, absolutisht, kur e kupton që e ke falur, një njeri është kur ti je e aftë të takosh këtë njeriun dhe të kuptosh që ky njeriu nuk ka më fuqi në emocionet e tua edhe në qëndrimin tënd dhe në çdo gjë që ti bën në jetë. Çfarë i kishte bërë emocioneve dhe zemrës tënde partneri mamas tënde? Që ti e fale? Mënyra se si ne u rritëm nuk ishte e drejtë. Por në fakt nuk isha e vetmja unë që isha rritur në atë mënyrë. Dhe në atë kohë ishte okej që burri të ishte i dhunshëm. Në atë kohë ishte okej që ti të shihje abuzim në familje. Dhe në fakt kjo ishte çfarë unë shikoja çdo gjë rreth e rrotull meje. Por me kalimin e kohës kur ti kupton që kjo nuk është okej, aty fillon dhimbja, aty fillon trauma dhe pyetja është a do ta lë unë traumën që të marri fuqi mbi mua? Dhe shumë herë kur gratë më vinë nga mbar bota dhe fillojnë dhe qajnë, përlotën dhe e dorëzojnë veten në një piku, i themi ne. E di çfarë u them? Jo. Nuk do shkojmë atje. Jo. Ne tani do ndalemi këtu. Nuk jam interesuar fare të di se çfarë ka ndodhur, sepse çdo gjë që ka ndodhur për një arsye dhe ka ndodhur për një qëllim që ti të bëhesh më e fortë. Dhe tani si e ndryshoj komplet këndvështrimin ku gratë vinë me drama dhe me trauma, unë i ekspozoj ato direkt tek trauma më e madhe që ka ndodhur në jetë. Dhe gjëja e parë them, darling, let's talk. Më trego gjën më të tmerrshme që ka ndodhur në jetën tënde. Dhe kur takoj një grua që përpiqet në gjitha mënyrat të më tregoj diçka edhe ta dramatizoj, them no, this is not, kjo nuk është shumë, më tregoj një gjë më shumë, kjo është shumë pak, më tregoj diçka të tmerrshme. Dhe nëse ne arrim të jemi mirënjohës për sfida që kalojmë, për vështirësitë që kalojmë, për çdo gjë që në fakt na rrit në atë zonën e errët, aty është shpërthimi. Aty ti ke një breakthrough, i thot Tony Robbins. Vitet e fëmijërisë përcaktojnë dhe mënyrën se si ne përjetojmë adoleshencën, rinin dhe vitet e pjekurisë. Si ka qenë e shkuar ajo në vitet e para të jetës? Në atë kohë, derisa unë e kam shëruar veten, ka qenë një skëter. Ishte një zonë e errët, një depresion i gjallë në gjitha nivelet. Të shohësh maman tënde të dhunohet çdo ditë dhe të dhunohesh edhe vetë çdo ditë. Më të jap një shembull, se e di aty do të dalësh. Ti je një fëmijë si gjithë të tjerët dhe ne nuk kishim ujë në shtëpi. Duhet të ecnim të paktën një orë, të shkonim në një ambient, si ta them, në një ujvar ku uji ishte i freskët, sepse uji i pishëm mungonte. Dhe mua më shikoi ora. Ne shkonim gjithë bashk, si grup, gjithë fëmijët, dhe të gjithë fëmijët e dinin, jo vetëm fëmijët, gratë të rriturit, në momentin që Mirela shkonte gjithë rralla hapej. Të gjithë njerëzit duhet të ngriheshin, të ma lëshonin rradhën mua, që unë të mbushja ujin e para, megjithëse ishin 50 veta, sepse e dinin që nëse unë nuk do shkoja në orar, do rrifesha, do vinte dikush me thupur, dhe do më mirte duke më rrafur një orë që nga uji deri ke shtëpia. Dhe momentet e tjera ishin kur unë do më jepeshin punët në shtëpi, do mbyllesha në shtëpi, dhe kur të vinin në shtëpi, nëse gjërat nuk ishin siç duheshin, do kontrolloj çdo gjë kështu, do plaseshin lugët në tokë, edhe unë duhet shkoja ti mblidhja dhe ti laj. Çfarë raporti ke patur me babain biologjik mbas ndarjes së nënës prej tij? Unë nuk e kam njohur babain derisa u fejova. Ram dakord që babai duhet ta di, po nuk e dija ku ishte. Që morëm rrugën bashkë me ishte fejuarin tim në atë kohë dhe shkuam e gjetëm. Babai ju kishte braktisur apo nëna kishte ikur prej tij? Mami iku. Domethënë, çfarë ndodh? Ne ishim në Shkodër. Dhe mamaja ime është shembull i çdo gjëje që unë bëj sot, sepse nuk kam parë ndonjëherë në jetën time grua më luftarake,
më inteligjente, më reziliente, një grua e jashtëzakonshme. Do të thonë, nuk e di se si ja ka arritur në çdo moment të jetës së saj të mbijetoj për vete, po edhe të ndihmoj të tjerët për të mbijetuar, edhe mendoj ndonjëherë tani që e ka marrë veten në këtë rrugtim, them universi e deshi që mamaja ime të shkonte dhe të ishte pik frymëzimi dhe referimi në atë zonë të vogël të Pukës, sepse veç unë dhe ajo dhe njerëzit në atë vend e dinë sa veta ka shpëtuar ajo grua. Ajo ishte mami. Dhe ajo i dinte shumë mirë që kur trokiste dera në orën 10 të darkës, se ne sapo kishim ngrënë darkë ose sapo ishim duke mbaruar darkë, dhe shikonte burrin e saj me kërcënim që thoshte ti nuk do ikësh. Ajo thoshte do iki. Ti nuk guxon të dalësh nga shtëpia. Ti e di shumë mirë që do iki. Dhe ti e di që do rrifesh me gjithë fëmijët e tu. E ai di, po më mirë të rrifem se sa të më vdesi gruaja në mal. Historia e divorcit të nënës tënde me babain tënd biologjik kur i përsërit në jetën tënde sepse ti u martove me njeriun e gabuar në Pukë. Në atë kohë, kur unë isha vetëm 16 vjeç, e di çfarë ndodh? Dikush përpiqet të të ndali në rrugë. Dhe ti thua jo. 1 herë, 2 herë, 10 herë. Dhe ky personi shkon në shtëpi një fundjavë dhe e gjen në shtëpi. Ish bashorti im kishte shkuar në shtëpi pa folur me mua dhe kishte kërkuar dorën time. Dhe mamaja dhe familja po t'i foli herë me të. Kur unë kthehem mbrapsht në Pukë, në konvikt, i thash po, hajde po flasim, se nuk është si që është tani. Por njerëzit që janë në moshën time, sidomos ato mbi 50 vjeç, e kuptojnë që në momentin që ti del një herë dhe flet me një djalë dhe e pash si një shpëtimtar, që megjithse nuk e dija çfarë ishte dashuria, më dha një dritë jeshile për të besuar që ndoshta ky është njeriu që unë mund ta kaloj pjesën tjetër të jetës, edhe mund të jetë si një barkë që Zoti ma ka sjell për ta krijuar këtë dashuri. Kur e kuptove që kjo ishte një gjuhë që shpirti nuk e njihte dhe nuk e fliste dot? Ai e dinte shumë mirë që ëndra ime më e madhe ishte që unë të vazhdoja shkollën. Sepse ai ishte aq i hapur dhe tha absolutisht unë të ndihmoj dhe të inkurajoj dhe më pëlqen fakti që ti e do shkollën. Atëherë çfarë nuk funksionoi? Ai të mbështeti në rrugën e dijes që ishte objektivi më i rëndësishëm i jetës tënde, ishte ëndra jote. Familja gjithashtu, kishe suportin e familjes së tij, por dhe familjes tënde. Dhe përsëri martesa nuk funksionoi. Marrëdhënia jonë nuk ishte një marrëdhënie e bazuar mbi komunikim, dashuri, harmoni, po ishte një marrëdhënie që ishte investuar në mua dhe unë prap përpiqesha ta gjeja mënyrën se si ta kompensoja këtë pjesë. Ishte një dimensionale pra. Mungonin gjithë dimensionet e tjera. Por çfarë ndodhi më vonë ishte që ne pastaj lëvizëm se filloi ëndra. Çfarë ndodh sikur ne të ikim nga ky fshati të dalim në qytet. Dhe mu desh një 2 vjet që të punoja me të, 2 vjet e ca bashkë me familjen, me veten, dhe më në fund u shpërngulëm, si quhet, shpërngulëm. Ja, shpërngulëm nga fshati në qytetin e Pukës. Dhe u bëra nga mësuese fshati, fillova mësuese në qytet, se mbarova shkollën. Por goditja erdhi kur humba vajzën. Solla fëmijën e parë në jetë, edhe aty humba çdo gjë. Do më thënë, unë shkoj për të lindur një fëmijë dhe nuk e di a është vajzë, a është djalë, a është shëndosh, a është mirë. Por e ndjej që kam diçka që nuk shkon. Dhe fëmija erdhi në jetë me problematika. Dhe doktorët më thanë 5 ditë jetë ka, s'ka. Do të imagjino një prind që sapo ka sjell gjë më të rëndësishme në jetë, nuk ka shans që unë ta pranoja. Edhe bëra çdo gjë që ta merrnim vajzën edhe të shkonim në Tiranë, dhe ai ishte hera e parë që shkoi në Tiranë. Dhe se harroj kur kam kaluar 2 muaj të jetës time në Tiranë duke i larë rrugët e Tiranës me lot. E kam mbulojsën e saj me veten në çantë çdo ditë.
U ktheva në Puk pa vajzën, u ktheva pa asgjë. E aty se desha më jetën. Aty më humbi dëshira për të luftuar, më humbi dëshira për të jetuar. Edhe ishte një moment ku gati po e merrja vendimin për t'ikur, sepse ishte një moment kur ti e dije që diçka nuk shkon me ty, po nuk kisha dëgjuar kurrë të flitej ç'është depresioni, me psikologji nuk ekzistonte në atë kohë. Çfarë janë mendimet negative? Përpiqem t'i them, t'i ndaj gjërat me 2-3 veta që i kam pranë, po nuk kuptojnë. Ish burri sigurisht nuk kuptonte. Ka qenë e vështirë. Dhe e vetmja rrugdalje që pash për ta shliruar veten ishte për t'i dhënë fund jetës. Dhe isha aq afër, po ta them aq afër. Por çfarë më ndaloi ishte se një ditë apo 2 ditë më përpara se fillova bëja plane, mora lajmin që isha shtatzon me djalin. Është një shprehje që thotë rrugët e Zotit janë gjithmonë të pafundme, edhe ai ka gjithmonë një plan për neve. Nëse dikush nuk do të kompensojë nga një dhuratë e mrekullueshme si kjo që të kishte jetën e një fëmie tjetër do e krijonte shpëtim, po do gjendej në një moment të errët me mendime vetvrasje për t'i dhënë fund jetës, ti çfarë do t'i thoje sot nga përvoja jote, nga një moment dobësie që ti pastaj e ktheve në mobilizim, në forcë dhe the, jo, unë do t'i jap shans jetës, unë nuk do mendoj t'i jap fund jetës. Nëse ka diçka që unë tani e kam marrë me vete si dhuratë mbas gjithë këtyre sfidave, është që çdo gjë ndodh për ty, jo tek ti. Ajo që të ndodh për ty që ti të fuqizohesh dhe të bëhesh më e madhe apo më i madh se problemi. Sepse problemi ekziston vetëm nëse ai problem është më i madh se ti. Kur unë e mora veten në një rrugëtim për vetë-zbulim dhe vetë-shërim, ndesha një gjë madhështore ku thot nuk është libri që ti lexon, por është libri që ti shkruan ajo çfarë të shëron ty. Dhe në atë kohë, duke qenë se nuk kishte psikolog dhe nuk kishte burime të tjera për të shëruar veten nga emocionet negative, nëse ka diçka që më ka shpëtuar është kur shkrova librin Kushtuar vajzës time dhe ja titullova Elvana. Dhe se harroj kur me net të tëra, që kisha një breng të jashtëzakonshme dhe doja të jetoja, por nuk mundesha, s'dija se si. Mbaj mend deri në mëngjes duke shkruar, e shkruar, dhe tani e kuptoj që ajo më ka mbajtur gjallë, sepse gjithë të lotë dhe gjithë të përshkrime që unë i hidhja në letër për të mbetur në kontakt me vajzën më kanë mbajtur të fortë për mos të dorëzuar që unë të vazhdoja të jepja jetë një fëmijë tjetër. Ndaj shumë njerëz bëjnë journaling, e shkruajnë gjëra që të çlirohen. Tamam. Kur ndodhi divorci? Kur unë zbulova që Tirana ekziston, këta njerëz që ecën në rrugë janë njerëz si unë desha të shkoj atje. Dhe brenda një viti mbasi humba vajzën, unë u ktheva në Tiranë. Dhe aty ishte një komplet rrugtim i ri, që na bëri akoma më distant njëri me tjetrin, sepse rruga ime ishte I want to reach the stars. Dhe nëse ka një ndjesi fari që kam brenda vetes është çfarë do kisha bërë diçka më shumë, që unë ta merrja me vete ish bashkëshortin tim dhe të rriteshim bashk. Sigurisht që kam tentuar e provuar nga gjërat më të ndryshme. Filloje një shkollë, hajde në universitet, hajde se po jap mësim këtu, lexoje këtë librin. Ishte mision i pamundur. E pamundur. Pastaj me djalin e vogël unë e di që ti ke bërë një trajektore shumë të vështirë, një malore të madhe ke ngjitur për të shkuar në Londër, kapitull për cilin do flasim në pjesën tjetër të kësaj bisede. Jam duke shoqëruar Mirelën, e cila do shkoj të takoj tani dashurinë e jetës së saj me cilin punon, udhton, jeton romancën dhe atë periudhë të jetës që quhet rilindje pas sfidave për ty dhe rilindje mbas divorcit për Xhanin, i cili është bërë shumë shqiptar
Ai është 100% anglez në fakt, edhe po e pret Mirelën gjithmonë me shumë dashuri sepse ajo është në limit dhe mund të humbiste avionin për shkak të kësaj interviste. Dëgjoj, do mbaroj unë tani me intervistën dhe do iki në qendër të Brukselit ta ha çokollata që të qetësoj se kam vrapuar më shumë se të vrapon ti. Ne themi e ke merituar. You have earned it. Okay. I'm giving her back to you, okay? Thank you very much for looking after her for me. Thank you so much, guys. Enjoy your time together. Edhe you promised me that you're gonna tell me all the secrets of this amazing love story, okay? Oh, yeah. We had We the made interview, it. you know? We made It was a rush, but we had it. Yes. She's unstoppable, you know. One of the most emotional parts, we had it. Yeah. Awesome. Awesome. Amazing. Are you okay, Johnny? Yeah, What do you have? What I happened? broke my back. Where? Skiing. Oh my gosh. Yeah. Are you okay now? Yeah, well, I will be in a couple of months. There's no nerve damage, so I'll make Super. a full recovery. She can heal you. She has Possibly. healing energy. Possibly. Yeah. Hey, you're going Thank back to you. London You are and then to amazing. Dallas, Thank okay? So, when you will get back to Tirana refreshed and happy and blooming as always, I'm Today gonna has be there been for you. running and you see, you made it. You look are amazing. unstoppable. Love you. Oh, Ciao. thank you. Ciao. Johnny, thank you again. Mwah. See you, Alketa. Thank you. Thank you Ciao. for looking after her for me. Kështu janë njerëzit që vrapojnë, po ata që vrapojnë kështu edhe të çlodhen shumë bukur kur çlodhen, sepse sakrifikojnë shumë, fitojnë më shumë, janë dhe më shumë të frymëzuar se jo vetëm që i bëjnë mirë vetes tyre, pasioneve tyre, po bëjnë shumë mirë edhe për jetët e të tjerëve. Po e lë aeroportin e Brukselit ku do më duhet fluturoj nesër drejt Tiranës time të bukur, do të vazhdojmë se kjo është një histori me disa seri. Kemi njohur sot pjesën e vështirë të sfidave të Mirelës, por do të vi tani pjesa e suksesit dhe sidomos dashuria që ajo e gjeti atëherë kur nuk e priste. Ishte pamundur që të zëuroja të gjitha pyetjet e mia me një gazetare, psikologe, një motivational speaker, një life coach, një love coach dhe një grua të jashtëzakonshme me një dimension njerëzor të përveçëm. Pra si të rilindi njeriu dhe si të gjej veten mbas një ndarjeje, mbas një divorci. Ky do të jetë vazhdimi i kësaj interviste në kryeqytetin e Shqipërisë, në Tiranë, vendi i fundit që Mirela la para se të shkonte në Londër për një jetë më të bukur e për të pushtuar botën, siç po ndodh në fakt me Global Woman. Të lash në aeroportin e Brukselit dhe të thash që do ta vazhdojmë intervistën këtu në Tiranë për pjesën e dytë dhe më interesante dhe jam shumë e lumtur që të kapa Mirela se ti mezi kapesh. Po të kapa dhe unë ty, se edhe ti nuk është se kapesh kollaj në Shqipëri, je Është duke e vërtetë. udhëtuar gjatë gjithë kohës. Është e vërtetë dhe unë vrapoj. Shikoj, jemi në katin e 22 të Plaza. Plaza Hotel na jep këtu pamje më të bukur të kryeqytetit ndoshta. Edhe jam shumë e kënaqur që do bëj një bisedë tani të relaksuar se pjesën e parë të intervistës e kemi në vrrullin frenetik të jetës tënde profesionale nga një avion në tjetrin, nga një shtet në tjetrin, nga një konferencë në tjetrën. Si je njerë, si shkoi Global Woman Club Albania dje, keni pasur një gala fantastike dhe një konferencë një ditë më parë shumë të mirë me pjesëmarrjen e disa personaliteteve të njohur të fushës komunikimit tonë në Shqipëri. Sot po takohesha me Lindën, me motrën time dhe po i thoja pikërisht po të më kishte treguar që kishe bërë një gjë kaq të madhe, sepse është hera e parë që vi në Shqipëri dhe vetëm futem në sallë, jap fjalimin tim apo pata mundësinë të jap edhe një çmim. Këtu në Tiranë si të duket gruaja shqiptare në këtë moment që ti e ke takuar, e ke ritakuar, se ti ke ikur para sa vitesh në Londër? 13 vjet, 12-13 vjet. Në këtë dekadë gruaja shqiptare ka evoluar gjithashtu, Po, bashkë me Shqipërinë shumë. që ndryshon. Shumë. Gjitha gratë që takoj në çdo event që kanë bërë në Shqipëri janë super suksesshme, të jashtëzakonshme dhe kanë biznese që duket prekshëm, që nuk është vetëm coaching apo training, po kanë produkte që kanë pasur një sukses jashtëzakonshëm. Nëse do thoja cili është ndryshimi, ndoshta jo ndryshim në kuptimin e suksesit, por energjia është pak ndryshe ndoshta. Më duket edhe mua shpeshherë se kur gratë shqiptare nuk kanë 20 fuqishme ashtu siç ato meritojnë që ta kenë. Unë mendoj se e kanë. E kanë? Mendoj se e kanë, vetëm do të gjejmë një mënyrë për ta përcjell dukshëm dhe që të zërvend, që të dëgjohet, sepse ne zërin e kemi, po duhet të flasim që të dëgjohemi. Dhe ndonjëherë mënyra se si flasim ndikon edhe dëgjuesin. Kur ke ikur nga Tirana, Mirela? Në shtator të 2012-s. Atëherë çfarë pune bëje? Ishe kryeredaktore psikologjisë, pastaj bëre një Jo. revistë tënde psikostil? Jo,
psikologjia u krijua nga unë, u themelua nga unë, u zhvillua nga unë dhe sigurisht nga skuadra që bëri një punë të jashtëzakonshme, se çdo gjë është team effort. Unë ika nga Tirana pasi mi morën të gjitha. Çfarë të morën? Dhe kush t'i mori? Më morën dëshirën për ta provuar përsëri. Sepse çdo herë që e ndjeja që po humbja diçka, e lija të ikte dhe krijoja diçka tjetër. E kemi lënë bashkë rrëfimin në Bruksel, në mos gaboj tek momenti i divorcit dhe djali që ishte i pasigur nëse ti do të mund t'i bëj realitet ëndrrën e tij për të marrë pasaportën me vizë angleze dhe për të shkuar drejt Anglisë. Një vit përpara se vendosja për të ikur nga Shqipëria, e ndjeja që po vdisja nga brenda. Ishte një vdekje tragjike që nuk po më nxirrte nga ajo zonë e errët që po e shija veten të zhytesha. Dhe vetmja zgjidhje që ndjeva që mund të më shpëtonte ishte të ikja dhe të jepja vetes një mundësi të re për të rilindur, por në këtë mënyrë të jepja edhe djalit një mundësi për të jetuar një jetë siç unë e doja dhe e ndjeja që ai meritonte. Dhe nuk e harroj kur, ishin 2-3 javët e para se të merja vizën për të larguar. Dhe djali ishte i rritur mjaftueshëm për të kuptuar që në fakt gjërat nuk ishin ashtu siç unë ja kishte servirur. Ja servirja atij. Dhe ishte një moment që s'e harroj kur vjen me lot në sy edhe bashkë me t'jatin dhe më thot, mam, po ta them troç, unë do vras veten dhe kur më nuk kthehem të shkolla dhe të shokët e mi, se ndihemi turpëruar. A tha, çka ka ndodhur? Tha, ti kujton tha që unë nuk kuptoj, tha. I dëgjoj të gjitha, tha. Unë i kam marrë vesh të gjitha, tha. Nuk kanë li, tha. Tregoj gjithë botës. Dhe unë që i them, mama, kush ta ka thënë të ty? Do ikim që të shkoj me të, e sigur 100%. Edhe më tha gënjeshtare dhe iku, po sa kishte filluar ato fazat e adoleshencës. Dhe ishte një dhimbje e jashtëzakonshme të shije një fëmijë që ka qenë gjatë gjithë kohës mama, drita e syve dhe idhull. Tani të kthehet dhe thotë një gënjeshtare, do vras veten, ishte e tmerrshme. Por thellë brenda vetes, edhe pse nuk kisha asnjë lloj evidence konkrete që do shkoja në Angli, unë ndërkohë kisha shkuar në Angli. Unë jetoja në Angli. Do të thënë, trupi im ishte këtu. E kishte dizenjuar në mendjen tënde dhe atë që mendja jote tha dhe absolutisht të brite. Trupi im ishte këtu, mendja ime dhe çdo gjë tjetër, unë vetja ime e arshme kishte shkuar para meje. Ishte already atje dhe nuk kishte asnjë lloj dyshimi të më mundte besimin dhe shpresën dhe atë vizion që unë kisha krijuar për veten time dhe për djalin tim. Ditën që kam dorëzuar librin, ka qenë dita që unë kam marrë vizën. Dhe i kam thënë shtëpisë pëtuese Toena, ky libër do jetë bestseller. Dhe se harru kur më thonë, Mirela, kështu thonë të gjithë. Ai libër u bë bestseller, pak të 100.000 veta më kanë shkruar mesazhe pafund. Besimi është evidenca e gjërave që nuk shihen. Dhe shumë herë njerëzit duan evidencë. Dhe njerëzit që janë akoma në gjumë, presin që faktet të shfaqen dhe pastaj të zgjohen. Por në fakt ti duhet të zgjohesh dhe të besosh që e ka një gjë të madhërishme brenda që nuk shihet dhe fakti që ti nuk e sheh nuk do të thotë që nuk është aty. Dhe në momentin që ti zgjohesh e kupton që ti shef gjëra që nuk i shohin të tjerët, ti shef gjëra që nuk i ke parë më përpara dhe ti shef gjëra që i ke parë më përpara por s'kan pasur të njëjtin kuptim. Kanë kuptim komplet ndryshe. Dhe pikërisht kjo më dha shpresë që unë të besoja që momenti po vjen. Dhe një moment tjetër shumë interesant ka qenë me shoqen time, të ngushtë Mira, punonin bashkë te Panorama. Unë ndërkohë kisha dhënë ndërheqje në çdo gjë, nuk kisha as punë, as shtëpi dhe isha në 2 javët para se të ikja në Angli, po rrija në shtëpinë e saj në plazh. Dhe pak përpara se të mbaronin ditët e fundit të gushtit, ajo shqetësohet, sepse më ka shoqe. Dhe nuk e harroj kur momentin kur më kthehet
me lot në sy dhe më thot, qofsh ti që jemi gru, unë nuk më zë gjumi gjithë natën, unë ke di si fle. I them, si e ke hallin, pse nuk fle, ku e ke problemin? Ti je marros, më i tha, ty qatë ka ndodhë, më i tha, me gjithë ato meditime, me gjithë ato budalliqe, lidhe me mendje, me ktheu, me ku do shkosh ta? Ja, edhe jap, tha, je këtu, tha, ku do shkosh ta? Ku do më përplas? Dhe i them, çfarë halli keti, ke hall që po të rrike shtëpia jote, patëm një çik përplasje. Çfarë flet timit kam shoqë, më përshqetësohem për ty, moj, se ti nuk di se ku po shkon, je si pula pa kry. Pak shkodrançeja të dyja ne. Po të them 3 orë mbrapa, kam marrë telefonatën dhe kam marrë atë evidencë, atë fakt që më duhej për të mbyllur finalin e madhe. Me sa para në portofol e në xhep uniste drejt Londrës? Kam shitur revistën Psikostil me 20.000 euro. Që një pjesë të këtyre eurove mu desh të laja ca borxhe dhe pjesën tjetër e kam marrë me vete për përballuar pjesën e parë të jetesës. Kush të priti në Londër? Në Londër mendoja që kjo gjëja që nuk shihej, por që ishte brenda, do më gjente një mrekulli kur të mbërrija, por mrekullia nuk ndodhi, sepse ne humbëm avionin në Rom. Dhe nuk e humbëm avionin sepse mbërritëm vonë, por një valixhe e djalit nuk po vinte dhe ai u mërzit aq shumë dhe qante dua valixhen se kam gjërat e mia dhe po kërkonin valixhen, duke qenë se ne kishim prerë biletën last minute, nuk gjetëm avion direkt, po duhet të ndaleshim në Rom dhe pastaj të iknim në Londër. Dhe kur e pam që koha po ikte, i them djalit, hajde se do gjem një mënyrë tjetër, do na vi valixhe, po hajde mos humbim avionin, po ne në fakt e humbëm avionin. Aty pastaj u detyruam të marrim në telefon agjensi në Shqipëri, na priste edhe një bilet tjetër, një 2-3 orë, dhe si përfundim bërritëm në Londër në 12 të natës. Dhe prit valixhet, ne e prit valixhet, dhe duke qenë se kishim humbur avionin, kishim humbur çdo gjë. Nuk ishte valixhe. Dhe un kam bërritur në Londër, mbas orës 12 të natës, me një çantë krahu dhe me djalin që qante, mam, dëgjoj se ku do shkojmë. Dhe unë që se kisha iden se ku do shkoja. E vetmja zgjidhje që më erdhi në mendje atë moment, sa për dal nga kjo situatë, tash do bëj një Facebook Live, a njoh dikën të vend, po nuk e dija që rezistenca më kishëron aq poshtë. Do unë do filloja qaja në sekondën e parë të live-it. Çfarë the aty që kam nevojë për dikë, një shqiptar të njohur? Unë tash do ishte një live normal, do të thëshin o njerëz a njoh dikë në këtë vend, sepse sa kam ardhur, fillova të tregoj diçka, po në fakt po spëritja, dhe pastaj e kam mbyll, e kam delete live-in dhe jam ul duke qenë. Dhe në atë moment më vjen një telefonat nga Facebooku, në Messenger. Dhe është shoqja ime Entela. Kisha kaluar disa vite të fëmirisë në gjimnazin e Pukës dhe ajo ishte në të njëjtën klasë me mua, po duke qenë se ajo ka qenë gjithmonë stari i klasës dhe shumë lart, ne s'kemi qenë asnjëherë shoqe në atë shkollë, sepse nuk i plotësoja kriteret për të qenë shoqja e saj. Ajo kishte shkuar në Londër dhe ishte vendosur. Ajo kishte shkuar në Londër, ishte vendosur, rehatuar me familjen dhe më merr në Facebook dhe më thot, ku je moj? I thash jam në aeroport. Po të cili aeroport, unë gati s'dija dhe ku isha. Dhe ka ardhur bashkë me burrin, më kanë marrë bashkë me djalin. Në mes të natës. Në mes të natës dhe më kanë mbajtur një javë në shtëpi. Dhe gjatë kohës që unë rria në shtëpinë e tyre, ato interesoshin për të më gjetur një garsoniere. Më kanë gjetur një garsoniere në Kilburn, që është një zonë e varfër e Londrës, dhe aty kam kaluar vitin e parë të jetës time në Londër. Tani, pse e them që ka qenë momenti më fantastik i jetës time, ato vitin e parë, vitin e dytë, dhe e them shpesh, TEDxi javës që vjen në Florence, do nisi pikërisht me historinë guess cila ishte guess, do të thonë, imagjino cila ishte puna ime e parë kur mbrita në Londër. Pastruese, sepse marr prapë telën dhe i them unë, bo, do të mbarojnë lekët, ç'a të bëj, a di gjë ku të filloj një punë? Edhe që më thot, e di çfarë, harro që ke qenë televizor, harro kush ke qenë në Shqipëri, fillo si që kemi filluar gjithë ne këtu. I them se kam problem, vetëm t'rregoj çfarë të bëj. Pastruese, gjithë kështu kemi filluar. Thash pa merak, pastruese filloj, vetëm t'rregoj ku të shkoj. Dhe ajo ka qenë karriera ime e parë në Londër. Fillova pastruese, për pas 5 ditëve u pushova. Sepse mbërri, si zakonisht, pastroj kuzhinën, pastroj living room,
edhe vjen radha për të pastruar dhomën e gjumit. Kërcas në derë, asgjë, i bie edhe një herë derës, nuk po zgjohet, nuk po del, çka ka ndodhur? E hapi derën se u shqetësova. I thash, madam, a je okay? Ulem, pim një kafe, pim një çaj, ajo fol, unë fol, ajo një histori, mbas një orë tha, po që ndihem më mirë, tha. Ua, ta me iku, tha, se kam më, tha, po ti tha qa bë këtu, tha, pse pastro shtëpinë time? Thash, më po bëj doktoraturë në psikologji. Sa bukur. Tha, ti tha doktoraturë në psikologji, tha, e pastron shtëpinë time, tha, je pushuar. Dhe sigurisht që a ishte një moment që kthehem në shtëpi, dhe i bëj pyetje vetes. Prandaj, kur unë e la Shqipërinë, ishte një gjë rrënqese që më bëri të lëviz se nuk isha pemë. Karrigja. Është një thënie që se di si ta përkthej në shqip, thotë, ti ngrihesh aty ku ulesh. Po, shumë bukur, thoka më bukur në shqip. Ti ngrihesh aty ku ulesh. Nëse unë ngrihem këtu, ngrihem te kjo ndënjse, te kjo karrige. Gjithë qëllimi është që ti të ngrihesh për diçka. Të ngrihesh me zërin tënd. Të ngrihesh përpara dikujt. Dhe nëse unë doja të ngrija zërin për gratë në gjithë botën, ajo karriga e fshatit ishte vetëm për të ngritur para, nëse unë ngrihem këtu, kam një audiencë të përpara dhe këto 5 veta. Dhe unë do të gjeja karrigën. Nëse ti do të ndryshosh, ti nuk mund të ndryshosh duke ulur në të njëjtën karrige gjatë gjithë kohës. Qartë. Sepse aty ku ulesh ke edhe tavolinën e njerëzve me të cilët rrethohesh. Ke edhe njerëzit? Po. Kështu do të ndrosh karrigën, tavolinën dhe njerëzit. Çdo gjë. Nëse unë doja të kisha ndikim në një nivel global, do të gjeja një karrige ku njerëzit ulen në tavolinën ku karrige është ulur. Nëse ti do diçka, cila është sakrifica që ti do paguash për ta marrë atë gjë. Dhe unë prandaj të dalim te 3 vitet e para të Londrës, kur unë i ndjeja këto 3 vite në kurrizin tim, që se dija si do ta paguaja qiran, se dija se si do t'i përgjigjesha djalit, a kishte buk në tavolinë, a kisha mundësi për t'ia blerë një libër, a kisha fytyrë për t'i dalë përpara që nuk ja kisha mbajtur premtimet. There is not such thing for nothing. Njerëzit i duan suksesin, por nuk duan të sakrifikojnë. Kush është puna e parë e mirë që bëre pasi hoqe dorë nga pastrimi, ndërkohë që bëi doktoraturën? Ballafaqimi yt me një mundësi të shkëlqyer që të erdhi në një vend ku ka një konkurrencë të frikshme dhe që është një vend i cili e përqafon diversitetin si pak vende në të gjithë botën, në Londër, në zemër të Londrës, një vajzë nga Lajthiza. Është ai rrëzimi në dysheme, kur e pash që nuk po funksiononte asgjë, pa e bërë veten viktim, filloj dhe e thërras, ndryshe themi calling. Dhe pret aty derisa të vi. Dhe zakonisht kudo që shkoj, e nis me këtë pyetje. A ka dikush ndonjë ide në këtë sallë? Po, sa kohë keni që e keni këtë ide? Dikush më thon 1 vit, dikush 3 vjet, dikush 5 vjet. I them unë, a i dini ju që ka hajduta që jo vjedhin idet gjatë gjithë kohës? Unë jam gjatë gjithë kohës duke vjedhë idet e njerëzve, pa fund. Pse? Sepse universi ta ka dhënë për një qëllim ty atë ide, ta ka dhënë komshiut, ta ka dhënë ty, ta ka dhënë kolegut, ta ka sjell ty dhe thotë, ta ka dhënë për gjithmonë. Ajo ka një skadim. Ishte një moment që mbasi humba çdo shpresë që mund gjeja një punë, që mund të shihja një dritë jeshile për të mbijetuar, sepse i kisha djegur urat për të kthyer dhe isha e sigurt që nuk ka kthim mbrapa. Me erdhi shkëndia. Ajo shkëndi erdhi në një telefonat me motrën time. Sigurisht që hapja dhe ndaja çdo moment vështirësie me të. Dhe po prisja për atë shkëndi. Dhe e di si duhet jetë, transmetuesi duhet jetë në sinkronizim me Marsin. Unë isha Marsja. Dhe transmetuesi universi është plot me ide. Por është duke pritur momentin që klik me Marsin. Dhe kjo duhet të stimulohet. Dhe unë nuk po dija si ta stimuloja, në dysheme nuk po më vinte, duke qarë nuk më vinte, në rrugë nuk po më vinte, dhe kur më erdhi unë po flisja me motrën time. Dhe në momentin që më ka përmendur revistën, tash,
kjo është. I thash, po s'kam lekë se ta bëj. Tha, po ti gjithë jetën ke punuar me revista, ke ndihmuar njerëz, ke punësuar njerëz, gjithë të skuadër që ke pasur me vite të tëra, të dali dikush që do të ndihmoj edhe ty. Dhe kam telefonuar 2-3 njerëz të rrethit tim, që kam pas punuar më përpara me ta, dhe më thanë, absolutisht, pyetja ishte, a më ndihmoni janë 2-3 muaj pa lek? Ne do të ndihmojmë ty 1 vit pa lek. Dhe sigurisht që brenda muajit i pagova, por ajo më dha besimin që e gjeta. Dhe brenda 2 javë revista ka qenë gati. Dhe në fillim është titulluar Migrant Woman. Pastaj Marlindën prap, them, po ç'a bëj tani, se mirë që e bëm, po s'dua ta kem vetëm online. Tha, kam një ide, tha. Do t'i printoj, tha, 10 copë, tha, ta gjej unë. Edhe ajo kishte ato fillimet e veta sa kishe nisur rrugën e medias. Dhe më ka printuar 10 revista, edhe mi ka çuar me post. Kur shkoj tek universiteti, tek qendra e Migration Center, i themi ne, dhe kam një revistë në dorë. Dhe i them unë, guys, shife këtë, look at this. Wow, kush e bëri këtë? I them unë? Po, kush është publikuesi? Unë? Okej, po kush është pronarja? Unë? Qa flet ti me thëmë? Si unë? Ti këtu ishe, pëse s'ta the? Ti jam më përpara? S'ta the asnjë gjë. Qa flet 2 javë më përpara se ti janë sunore? 2 javë ku ti janë unë gjë? 2 javë. Dhe ato që thonë, se s'di ta them edhe në shqip tamam, po, are you telling us, apo na thua neve, që 2 javë më përpara, ti nuk e dije që do bëje këtë revistë, dhe tani na vjen me revistë në dorë? Shumë sinqerisht që nuk e dija. Po duhet na kishe thënë, sepse dhe ne mund bashkëpunonim, se dhe ne po punojmë për një projekt të ngjashëm, mund të kishim bërë diçka bashkë. Thash, më fali, thash, unë jam shqiptare. Thash, sa ku keni ju që mendoni për këtë gjë? Po kemi 2 vite që po punojmë me projektin. Thash, më fali, thash, por shqiptarët ka një gjë, thash, sa të mendohet i Mençuri, e ka bë budallaj. Tani, kudo që shkoj, i them, ngrini dorën nëse mendoni që dia ka fuqi. Gjithë po. Po të them unë që nuk ka. Dhe më shikojnë. Sa njerëz dini ju, sa njerëz njihni ju, që kanë dije të jashtëzakonshme dhe janë powerless, pa fuqi. Sa dush them. Po pra, po dija s'ka fuqi vetëm nëse nuk e aplikoni, dija nuk aplikon veten. Prandaj kjo botë ka nevojë për budallënj. Dhe ju tregoj historinë e budallajit. Sa të mendohet i Mençuri e ka bërë budallaj dhe kjo është alla shqiptarçe. Tani, kur mbaroj, gjithë thonë, a mund më mësosh pak si të bëjmë pak budallaqe? Se si shumë mendoj unë, po mos mendo. Reago. Bravo. Prandaj, më vonë, shoh dhe një thënie të Richard Branson që thotë që unë në fillim, I first do it, then I think about it. Në fillim, reagoj, e bëj dhe pastaj mendoj. Gjithë çështja është që njerëzit mendojnë shumë dhe nuk veprojnë. Dhe nuk marrin ato iniciativen për t'i bërë gjërat të ndodhin, sepse në fakt çfarë ndodh? Ato presin që të jenë gati. Po ti kur do të jesh gati nëse nuk fillon aty ku je me atë çfarë ke? Një grua që vraponte, single mom, e divorcuar, kishte humbur një fëmijë, kishte një fëmijë të dytë, adoleshent, e vetme në Londrën e ashpër, po gjithashtu të mrekullueshme që na jep shumë mundësi, Njerëzit aftë, Londra i jep patjetër mundësi, është një vend i lirë, i mundësive dhe shanseve të barabarta kur vlen. Të mungonte ty në fund të ditës dashuria, kur shkoje në shtëpi, kishe ti brenda teje thirrjen që duhet të më vija i soulmate-in, duhet të më vija i partneri, unë meritoj një dashuri romantike, dashuri që do çdo grua për të qenë plot, se unë mendoj që ne vim në këtë jetë vetëm, por ikim vetëm, vim vetëm, por në fakt jetën do ta jetojmë dhe ta ndajmë me dikë, me versionin më të mirë të vetes tonë, apo jo? Ose me atë që na bën të ndihemi versionin më i mirë të vetes tonë. Ti e kishe këtë ndjenjë brenda teje, domethënë këtë mungesë, këtë nevojë, këtë dëshirë e manifestove? Besoj e ke dëgjuar për hierarkinë e Maslow, 5 nevojat e njerëzimit. Dhe në momentin që shkova në Londër, duhet të plotësoja nevojat bazike, ekzistenciale. Dhe pastaj kur këto nevoja filluan të plotësohen, hapi tjetër ishte kush është personi që unë dua të bëhem. Dhe nëse do të tërheqësh një njeri që ti e ke pikturuar në mendjen tënde, atëherë ti do të bëhesh ai person që ke aftësinë për të tërhequr të njëjtin magnetizëm. Nëse unë ndërroja që
të kisha një partner dhe i bëj një listë gjatë dhe i kisha bërë listën. Lista ishte aty dhe gjatë gjithë kohës edhe i sugjeroj çdo kujt, nëse jeni duke kërkuar dikë, filloni me listën. Dhe shikoja listën, por nuk më përputhej me veten. Mendoja një i gjatë, i pashëm, i pasur, me prona, me karrierë, me të ardhura, investim, whatever. Dhe shikoja këtë listën këtu, po shikoja edhe listën time që E doje shqiptar apo? Jo, edhe çuditërisht kisha thënë, të ishte anglez ose skocez. Partneri im është gjysmë anglez, gjysmë skocez. Pra, prandaj them, bëjeni sa e mësova këtë, e mësova rrugës. Po pse doja anglez dhe skocez dhe nuk e doja shqiptar apo histori? Kisha lexuar dikur një telenovela apo diçka, nuk e di, kam kishte ngelur që an Englishman is a gentleman. Ç'di, më kishte ngelur, doja, nuk kam qenë asnjëherë vajzë që tërhiqte bad boys. Çunat këqij. Po, në thonjza. Ti jep të këqij në thonjza, patjetër në thonjza. Asnjëherë nuk më kanë tërhequr, nuk e kam pasur asnjëherë atë, edhe sigurisht duke punuar me gra nga mbar bota, një nga problematika që shija ishte që gratë binin në dashuri me bad boys, me burra të gabuar, që ju merrnin gjithë energjinë edhe gjithë ato talente dhe gjithë ato superfuqi që kishin shkonte dëm, sepse nuk e shfrytëzonin për të krijuar diçka të bukur, por dhe për mua ishte shumë e rëndësishme që partneri që do gjeja do të më mbështeste mua për të arritur qëllimin tim. Si erdhi dashuria në jetën tënde, dua të diun? Bëra listën. Dhe e shija që ishte shumë afër. Çdo rrallë, çfarë më mungon mua dhe kjo. Është edhe diçka tjetër. Në momentin që ti ndryshon veten, atëherë çdo gjë rreth e rrotull teje fillon të ndryshon. Dhe artikulimi fillon të ndryshon. Dhe gjuha dhe mënyra se si flet fillon të ndryshon. Vetbesimi, gjuha e trupit, njerëzit të cilët tërheq energjia, kur fillova të plotësoj nevojat bazike dhe fillova të rris pretendimet, ambicien, dëshirën, të besoj, ta claim që thuhet në anglisht, ta pretendoj edhe. Kur erdhi Xhani, Mirela, mezi po pres të më thuash kur erdhi Xhani? Kur erdhi, si erdhi dhe çfarë ndodhi? Xhani erdhi kur unë isha gati. Po ka një moment kështu skenografik ku mund të më vendosësh të takim, lutem? Në 2019-ën, aksidentalisht unë jam në një tryezë trumbullakët, pura dhe gra, në një bank quhet Barclays në Londër. Dhe një se kisha shok, se kisha shumë, nuk e njihja për një kohë të gjatë, më thënë dikush më prezantoi, ai e mori vesh se me çfarë merresha dhe direkt më thot, pse nuk vjen javës që vjen, do bëj një tavolinë trumbullakët, do flasim për bizneset, do jenë korporata, do jetë kjo nga kjo bank, do jetë ky nga kjo kompani. Dhe thosh, okay. Dhe unë në fakt gjatë gjithë kohës kam qenë e etur për networking. Dhe i thoja po, çdo lloj mundësie që kisha për networking. Dhe isha gati për të marrë kur të shifja që universi po ma sjell atë klikun. Shikoj, çfarë më mendoj, kemi në The Plaza Tirana një suite fantastike ekzekutive këtu, sikur shkojmë te dhoma e gjumit, shtrihemi aty rahat, ma tregosh edhe të bëjmë muhabet gocash, fiks, një bisedë vajzash, të cilat tani do rrëfehen tek njëra tjetra. Je lutur të bësh çdo lloj pyetje që ke dëshirë, se unë përgjigjem, nuk kam asnjë lloj limiting belief. Kur të ftoj te podcasti im, do të bëj gjitha pyetjet. Ikem në krevat dhe bëjmë In Bed with Mirela, një copës intervista aty. I shkon kësaj pjese këtij rrëfimi. Let's go. Përshëndetje të gjithëve, ndodhem tek The Plaza Hotel në zemër të kryeqytetit për të takuar Mirelën, me cilën jam ndarë në aeroportin e Brukselit. Sot do të flasim në këtë pjesë të intervistës për romancën e saj me Xhanin, që e gjeti atëherë kur nuk e priste në jetë. Mirela duke shumë simpatike, po tani që të më rrëfesh mua bukur historinë tënde dashurisë, unë vdes për historitë bukura dashurie. Po edhe këtë se kisha imagjinuar ndonjëherë. Në krevat me Alketa Vesiun. E di Alketa që në krevat, tregojnë gjërat më të bukura. Jepi tani dhe na bëj të ndrojmë, trego pak si prall tani këtë historinë e bukur. Cilat janë ritualet e tua gjumit kur flen gjumë ti në darkë? Ne kemi rituale fantastike në mëngjes. E kjo nuk gjen vlerë ajo kënga Because the Night Belongs to Lovers? Sepse unë besoj që ti nuk duhet të presësh derisa të vi darka,
në mënyrë që ti të përjetosh momente romantike dhe do ta përgatisësh sepse ky është gjithë problemi që kam parë sa herë në marrëdhëniet në çift. Gjithë dita është zënka, grindje, lëmsh dhe shkojnë njerëzit në krevat e zauruar, dhe shkojnë njerëzit në krevat me pretendimin që hajt ta harrojmë çka ka ndodhur gjatë ditës, tani të bëjmë romantizëm. Ndihesh ti më e bukur sepse Xhani të dashuron dhe ka vendosur të ndajë jetën tjetër me ty? Sigurisht. Unë kuptova diçka që e ka thënë Coco Chanel. Nuk ka gra të shëmtuara, ka gra dembele. Unë isha dembele se nuk besoja që e meritoja për të qenë e bukur. Sepse isha shtypur me atë mentalitetin që ti rri aty ku je. Ti kur ndjeve që Xhani ishte the one, që ishte ai personi me cilin ti doje që të ndaje jetën, po dhe këtë krevati ku unë kam vendosur këtë kufi. Unë vendos gjithmonë një kështu jastëk në mes. Kam shumë mirë. Edhe ri kështu rehat me jastëkun mes. Rri rehat siç të rrihet, sepse unë jam shumë mirë kështu siç jam dhe po e shijoj shumë të bisedë, megjithëse është pak jashtë zonës time të rehatisë. Zakonisht nuk është kollaj që të më nxjerrësh mua nga zona e rehatisë, po ndihem pak e para se jam në krevat me ty dhe e dyta po flas për Xhanin. Shumë bukur, a? Dëgjoj, edhe unë nuk parafus njërin krevat kaq kollaj, jo, besoj se ti po. E sigurt, pa. Ja pra jeta është e paparashikueshme. Ja që dy njerëz mund të gjenden në krevat e ditë pa pikë lidhje. Tani si erdhëm ke Xhanin? Mbasi e takova Xhanin, që nuk kishte asnjë pikë shkëndije, asnjë pikë klikimi. Unë vazhdova jetën time, ai vazhdoi jetën e vet. Një javë mbrapa, unë kisha prerë biletën për shkuar tek Date with Destiny me Tony Robbins. Gjatë gjithë kohës mendoja që ato që shkojnë në Date with Destiny janë specifikisht njerëzit që janë duke kërkuar diçka në jetën e tyre, një breakthrough, një marrëdhënie të re. Është zakonisht Date with Destiny dedikohet njerëzve që duan të përmirësojnë marrëdhëniet. Domethënë Tony Robbins e tha shumë mirë që ditën e parë ngrihuni në këmbë, u ngritëm, tha tani tha shkoj gjej dikë, tha dhe thuj për çfarë je këtu. Dhe mbasi i treguam njëri tjetrit se për çfarë jemi këtu, vjen mbrapsht në skenë dhe thot, po sikur t'ju them të gjithëve, që arsyeja që ju jeni këtu nuk është arsyeja që jeni këtu. Thënë kjo është shumë domethënëse, sepse shpesh herë ne mendojmë që shkojmë diku për diçka, por në fakt pse universi na ka çuar atje është komplet arsye tjetër. Si të kompensoj universi ty? Se Xhani s'ishte aty në sallë, sigurisht. Ti nuk shkova atje me mendimin që do gjeje Xhanin në sallë. Unë shkova atje që do gjeja një Xhan, po s'ishte aty. Po ti ndrove mindset. Komplet. Shiko Mirela, me që ti edhe psikologe, në gjithë rrjellsat psikologjik që shoh, ka herë pas here nga Love Coach një fjali ku thuhet që nëse dikush është damaged, është i dëmtuar, ka marrë një traumë, është i pashëruar dhe ka plagët e veta, ai do të mësohet ti vetë mjekoj këtë plagë. Ti shëroj që mos vi i dëmtuar për të infektuar dhe ty me ato plagë. Pra neve nuk mund të pretendojmë nga dikush që është i pashëruar vetë, që ai të na shërojë ne dhe të na shpëtojë ne, apo ne të bëhemi mjekët e tij. Se humbasim veten në këtë proces. Dikush tjetër thotë që dashuria është ideale dhe shëron plagët, ja mjekon plagët atij tjetrit dhe s'ka asnjë humbje, sepse duke shëruar atë njeriu tjetër ne fitojmë atë personin që duam të kemi në fund. Ti te kush kategori futesh? Ndonjëherë dashuria shëron plagët, por ndonjëherë dashuria i stimulon plagët. Unë kam përkthyer librin Merr dashurinë që do. Dhe ndonjëherë kur gjejmë e ka një arsye pse tërheqim personin që tërheqim. Dhe në fakt shpesh herë ndodh e kundërta, që personi që ne zgjedhim na projekton të shkuarën dhe dalin në pa të gjitha plagët që ne nuk i kemi shëruar, që mënyra më e mirë është shëro plagët, shëro veten, përmirëso dhe rritë veten në nivelin që ti do ta sjellësh edhe partnerin, sepse nëse pretendon të kesh një partner të këtij niveli, atëherë sille veten eksakt në atë nivel. Do bëni ju prenup përpara se të martoheni? Ato kontratën paramartesore? Ne nuk e quajmë prenup, por kemi diskutuar, sepse kemi mësuar nga gabimet e të shkuarës. Ne kemi studiuar se çfarë do të thotë të jetë një marrëdhënie e suksesshme. Se këtë radhë të dy i kemi premtuar vetes dhe njëri tjetrit që do ta bëjmë përpjekjen që të funksionojë. Do ta investojmë që kjo marrëdhënie, çdo marrëdhënie ka nevojë për investim. Je ides që gjithçka që është e jotja do të jetë dhe e tij, dhe gjithçka e tij është e jotja e dërtuar mbas momentit që firmose. Dhe e kemi diskutuar që do çdo gjë do firmose dhe do lihet në letër e strukturuar
Se çfarë do ndodh nëse unë vdes e para? Çfarë do ndodh nëse ai vdes i dyti? A ndihesh ti një grua më e bukur dhe më e sigurt tani që ai është në jetën tënde? 100%. 100%. Çfarë ka bërë ky burr që të ka bërë ty të rrisësh vetbesimin tënd? Se shumë gra e vuajnë këtë ndrydhje që ti ke pasur para sa i të vinte në jetën tënde. Më çmon, më vlerëson, më shikon si një frymëzim, më dëgjon. Dhe e di që në botën e tij ekzistoj vetëm unë dhe më jep siguri, më jep një lloj ndjesie që unë nuk kam. Ta thash që në fillim që gjatë gjithë kohës jam rritur me ndjesinë që po më ikin gjërat. Unë po e krijoj dhe po më ikën. Unë po bëj diçka dhe anglezët kanë një shprehje, e thon shumë bukur, it will be taken away. Jeta me Xhanin më ka dhënë një siguri që ti e posedon, që nuk do iki. Të përket ty, është e jotja. Është aty dhe nuk kam frikë që do më iki. Si ka qenë një moment i bukur romantik i parë juaj? Një natë e bukur që keni kaluar në fillimet e këtij raporti ose që keni patur tani, të fundit? Ka shumë momente, siç e thash, por një nga momente që vërtet më ka prekur, ka qenë momenti ku më propozoi për martesë dhe më solli unazën. Domethënë Mirela Sula do martohet? Sigurisht. Do na bësh të dasmën Alket? Unë do t'ja bëj shumë elegante atje në Windsor Castle, atje në një kështjellë. Do bëj një ceremoni elegante, një darkë romantike siç i shkon po e mora ti përsipër. Do ta bëj shumë të bukur vërtet. Mendoj që ka qenë një rrëfim fantastik. I gjithë ky rrugtim nga Brukseli në Tiranë, kemi futur pak Londër e pak shije internacionale të gjithë punës që ti bën. Faleminderit. Unë më fakt do i flenë shtëpinë time sot. Edhe këtu në këtë dhomë hoteli do të të lë ty të ftosh Xhanin tani. Sigurisht që. Shumë faleminderit edhe të uroj një jetë të lumtur. Je shumë frymëzuese dhe shpresoj me gjithë të gjërat bukura që kemi thënë njerëzit janë kënaqur. Dhe it's time for Xhani to come. So, natën e mirë. Djeksave, mirupafshim. How is your back? Oh, it's stiff. How did it go? I think it went well. Let's see. I hope Alketa will get the best of it. I trust her. Oh, yeah. She's good. Good. Yeah. We talked a little bit about you. Yeah, I know. My ears were burning. Yeah. What did you say? Nice things, I hope. Because you have only nice things, you know. Oh, bless. Of cocoa steaming slow, little midnight sun. I tilt my head, hear the pipes sing a thin old flame. Is this peace, is this luck, or have we finally